It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't run. Bring me down, I said. Bring me down, can't run. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't run. Bring me down, I said. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't run. Bring me down, I said. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Clap along if you feel like that's what you want to do. Shumë interesante është ajo foleja juaj atje në Prishtinë. Libra, muzik, kafe, alkool, pse jo, ëmbëlsira, gjithashtu. Nga ora 8 e mëngjesit deri në 12 darkës, muzikantë që në mënyrë shumë shoqërore mblidhen me njëri tjetrin. E jotja ishte ideja, Gent? Është një ide që është zhvillu me kohë, e ka formu vetëm faktikisht. Në fillim, unë edhe partnerët e mi thjesht patëm dëshirë me qenë një kafe librari. Do me thonë, ajo është koncept shumë i njoftën në për Evropë, do me thonë një kafene, ku shiten libra, po ashtu.
edhe ku mund të lexohet aty, bla bla bla. Ajo rrjedhimisht me njëherë presupozohet se keme qenë edhe i afërt me letërsinë përgjithësi, ndoshta me qenë edhe botus, me organizu lexime, promovime libra e gjitha këto. Po të qenë vetë muzikant edhe të qenë edhe arbri aty edhe krejt shokët e mi, jemi do me thonë për backgroundit muzikës, shumë shpejt e kemi uzurpu këtë hapsin, edhe kemi bot tonën si një folje e muzikës, edhe pse letërsia ka vazhdu paralelisht aty, me u zhvillu. Edhe me qenë, që me thonë, ditënanti si duket i ka përcjell trendet më të mirat Prishtinës, kuptim që nëse në qato 2 vite, për shembull, kur ka qenë jazzit u zhvillu shumë, që është 2011, 2012, 13 plus, kemi qenë thjesht qerë dhe jazzit. Edhe kemi botu CD-ja me jazz, me krejt shok tonë. Tash ka fillu me u zhvillu diçka e re në Prishtinë, një diçka fantastike që mu po më gëzon shumë, që janë këta. Më thonë, është një gjenerat e re e kantautorëve, okej? Për cilve i 2 i kemi këtu, po janë edhe plot tjerë. E tash këta e kanë marrë ditë natin, edhe këta janë të bua aty. Këta po bëjnë eksperimentet e tyre. Genci, nuk është se ne duhet vishemi kështu si kullera, që Jo, tim nuk ke do me lokali thonë, jo, juaj. është- Është vim edhe me fustan mbrëmje për shkak. Jo me këtë fustan mendoj Këtë unë. zvidot, vi. Mundesh me ardh. A që ishte dhe polifoni. Dhe respektoj. Çfarë bëni Edona, çfarë bëni Arbri? Unë do më thonë mirë me muzikë që një 3 vjetë, edhe ditënati është do më thonë shtëpi për mu, në këtë sens se gigun e parë kom bo aty, mas pari, edhe krejt senet që unë i konceptoj edhe i zhvilloj, mas pari bëjnë ditënat para se me dalë dikun tjetër. Do më thonë edhe këto që ndëgju ma erët, Space Oddity, këto e kena bu në ditënat shumë ma erët, edhe ta që edhe radha me bu në Top Channel. Po është një fal laboratori testimit, do me thonë, për me shkua, është rregull që ta gjerim jashtë. Po jo vetëm cover, ju si çta Genci keni dhe krijimtarin tuaj që ku rrifni, ku rreth muzika tani, apo nuk ka emër Edona? Ajo çfarë bëni? I vini dot një ku diun underground, grunge, qa mund vinë në emra? Apon krejt. Apon krejt, dhe paso, përfshime brënda. Mu më ka ndodhë kundër ta Arbrit, faktikisht. Për shkak se unë jam prezentu me skenë fillimisht, në skenën e The Voice of Albania, e mandej e kom bo të kundërtën, jam bashkan gjitë një sa metra katror, ditë nati? 85 metra katror, është fantastik. Po që në fakt, kjo hapësira ku bëni muzikën është edhe më e vogël akoma, është edhe më e mbledhur kjo pjesë. Është një 3 metra katror. 3 metra katror. Kam idenë që kjo skena jonë është më e madhe, pjesa e këngëtarëve. Është më e madhe, gjithsesi. Jona është gjysa e asaj. Aty ka dhe poezi të Gencit, se ti shkruan dhe vetë poezi. Ka ndonjë publikim tëndin? A ma zbulove sekretën? Sekret? Po, jo, i mbaj poezit e mija jashtë, se nuk kom qef me mikëshur. Aty ka libra vetëm shqip, apo edhe... Jo, është bilinguale, ka anglisht edhe shqip. Ndërkohë, eksperimentoni dhe me mënyrën se si e bëni muzikën, nuk janë vetëm Definitivisht. vetëm instrumentat që e bëjnë muzikën tuaj apo jo. Genci efektet i kishte të gjitha filmore, i kishte me... Që atë thash, është si një farë lloj laboratori testus për një me, se edhe muzikantat tjerë, edhe gjëzerat, do me thonë Nesimi Magjuni, Bisar Kuq, unë, fakt, në falë, të rifrazoj, kom pas qef me pas ma shumë muzikantë sot këtu. Kom pas qef me pas faktin edhe një grup që përfaqëson krejt atë rrymën e jazzit në Prishtinë. Askur s'ka pas kohë, ishte pak shpejt, organizuar diçka. Për sot, po. Po unë kom pas qef që me pas edhe jazz tu, me pas edhe ma shumë njerëz tu, se ne jemi plot, a kështu dukemi shumë pak. Në fakt është një armat. Po si do qoftë jemi këtu, në këtë mënyrë dhe besoj që do të kemi edhe raste tjera. Absolutisht. Me i shfaqë senet. Po edhe nesër ju keni një, apo je larguar asaj ideje? A bjeta ti më thej që... Jo, ka qenë, e kemi shty. Është një ide që, do me thonë, ta marim një furgon edhe të futemi gjithë stafi i Voice-it, kushdo, konkurenta, regjisor, more jeni të mirë se ardhën gjithë, dhe të shkojmë Prishtinë dhe ta bojmë një hang ditë natë për mbyllës, edhe ma dhe me vazhdu në Zanzibar, që menaxhohet prej Nesimit, që është po ashtë. Është një komunitet i mirë i muzikës për momentin, Kosova është në krizë të madhe, politike edhe ekonomike, po është u zhvillu muzika ma e mirë qysh prej ndoshta 30 vjetëve. Seriozisht? Është e pabesueshme, po. Në krahasim me Tiranën, eksperimentohet më shumë atje? Po, Tirana shumë është lezetshëm se si po e marrin, do me thonë, po pozicionon këtë dy qytetet tona, do me thonë. Prishtina është e luajt rolin e atij qytetit verior, një farë lloj Manchesterit, ku ka shumë muzikë, edhe ku ka shumë grupe, po është sidoqoftë prapë një qytet
jo kryeqytet, nëse llogarisim Shqipërinë. Të gjitha hapësirën. Po. Ndërsa po ka shumë kreativitet, ndërsa Tirana është një qytet i madh, i shtrim, kryeqytet, që nuk ka aq shumë ndoshta kreativitet se është jetë ma dinamike dhe nuk ka shumë kohë, po ka infrastrukturë, edhe është një vend ku plasohen gjitha produktet e mira, vjelen prej, mos t'i them provincave, po prej gjitha trojeve shqiptare, edhe sillen në Tiranë dhe ajo është fantastike, do me thonë, ma në fund kemi fillu me pas një formë si shoqërie tonë, pa marrësisht kufive dhe mu, po më pëlqen ajo. Kjo histori. Arbri, ka induktu Gencit, ka ndiku Gencit e kë... S'po di, muj më thonë që po, definitivisht. Unë, do më thonë, jena sill me të njëjtat ndikime gjatë të njëtës. Muj më thonë se përveç prindve tonë që na kanë eduku në njërë të njëjtë, e kena pas edhe një prind të re që kanë qenë The Beatles, që do më thonë, kanë ndiku edhe që është do. Edhe kjo po i zbulon sekret. Se në thonë, kemi kalu në absolutisht njëjta përvoja, nashta jo krejt njëjta, veç shumë gjajshëm edhe ndikimet njëjta dhe po shqitet. Jo të njëjtat përvoja, sepse Arbri për shumë ka hyrë dhe në kompozime për muzikë, filmash, nga kinematografia, po ndonjëherë do rëmbesh në një skenar të Gencit, do ketë në i kështu dyshe në këtë drejtim? Nëse shkruajnë në një skenar në herë. Nëse e shkru në një skenar. Po gjithashtu ke marrë pjesë edhe si aktor në një film me metrazh të shkurtër. Po, është e vërtet. Unë jam e kom shkru atë skenar për një me gjysën. Një pjesë. I kom një mu. Po nuk do me thonë që do ta ndjek atë karrierë. Jo, Alban, kanë edhe një vlla tjetër i cili nuk e ka gjetur veten akoma, më duket muzikë. Ky nuk është sekret aty. Nuk është e vërtet. Nuk është mit. Jo, prit. Hajde. Vllai ka qenë pjesë e grupit rock me ty. Pastaj u bë hip-hopist. Po. Pastaj u kthy prapë. Tash u kthehet prapë. Arbri është të luftu shumë me kap bardhën se bardh quhet ai. Edhe me kthy në rock and roll. Edhe është po ja del, domethënë ka sukses. Si u bë hip-hopist ai, një familje me kaq traditë. Shkoj në Amerikë, jetoj një vjet natën e mirë. Janë në Mirë, kur edhe vllajt jetë pastruar nga hipopizmi dhe t'jetë fut tek rock and rolli. Me respektin më të madh për gjithë hipopistët. Po, ky është sherri për ershëm që ndodh midis, megjithëse ka pasur edhe momente takimi midis atyre që bëjnë rap, që bëjnë hip hop dhe rockerëve. Po derisa ai të bëhet komplet rocker, pastaj do jeni të tretë. Tani unë ju ftoj të dyve bashkë një herë, sepse është momenti në kokë na quhet. Opa, s'ka problem. Në kokë na quhet kënga, ë? Në kohëna. Domethënë në kokë në kuptimin në qoftë se jemi apo në kohëra. Në kohëra. Në kohëra, atëre ti ndjekim Genc dhe Arbër Saliu. Veç dhe është në prezentu kjo është një këngë e orë në kohë. Është Kompozim kompozimi ti. Okej. Jam të mirët, nuk është mirë të me më qyrë mu me atë qeken, po mjafton kjo dit me vend kaj pa, shumë pa. Ti se shok të dilët, nuk ki pa dhe i sanit marte, se ki vrejt. Prej borën që përshen mu është tura. Sa e në jetë ke shtime, vinë rujme, unë jo të shelju, ja kom nis me mësu.
dhe shumë a jetë këshar pa heq rëhu. Fjallë që mi thua jetën e bukur për dy ditë. S'ki nevoj me ma për shkruje dora. Krejt s'kam dy me më thonë është shimit syr. Ndetja nisi kongët edhe këtë qytet moti ka nis me olla. Nashta konga thonet për zem ty, për zem ty. Sohet në jeton ty do mu, me një dhen që vet na e fmi të kemi ti. Ashja kom nis me vrej do t'kyra treja barshat njejtën vend. Po shpresoj që prej fmive I don drejtu. Ato fjallë të tua jetën e bukur për dy ditë. Në dhe rasisht që kalon në për koridor hetu si kryesor, për gjelë si burgut kisë. Unë nalem veti. Qa profesioni ke? Frat Franceskan. Shef më tha, unë po të dërgoj të një hoqë dhe lutju një perëndis bashk, a I turqisht e të shqip, me rriteshat. Unë im lodha, e unë isa mas ti. Gardiani ishte nga di. Hapi derën numër 24. Ja tha, kjo është hoxha e ti prifti, mos o rrahni bashk se do o rrahim neve. Gardiani burgut mla që ta vetëshëm dyshekun tim me tijin. Kur u shtriva, nga lidhis bashku dër për dorë kam për kam. Nuk ishte hoqë. Ishte Gjabir Dibra. Vllai I dentist doktor Ibrahim Dibrës, që kishte studiuar në Austri, për një familje të shqumet muslimanëve të Shkodrës. I kishin arrestuar vetëm se ishin treguar perëndimor. Musliman dhe perëndimor. Ky ishte faji I madh
kristiani dhe muslimani nuk mund jetojshin bashkë. Gjabiri ishte një fisnik i vërtet. Për fenë e vetë, për Muhamedin, a i po thuj se nuk din të gjanë, por kishte një besim të ngullur në veti, edhe në Zotin. Pyeti, po ti, ku i ke ushimet? Nuk kam. Kur gjanë? Jo, nuk ka ku shëmbjen. Po ke familje, bab, non, motër? Gjithi kam, po janë malsi, nuk e njohin qytetin, po edhe në Paqinardh, qytetarët mund t'jenë tallë me ta. Po ku vendi franceskan? Ato do t'jenë të edek unit për veti. E jo që nuk e di sa ka me gjallë kush ajo. Shifën, tha. Unë falmirë Zotit, kom ushqime jo për një, po për 3-4. Prandaj gjithë shka kom unë, është edhe jotja, mos vje marrë, mos tuaj ju. Qa ditë, na kemi jetuaj si vllazën vërtet. Deri kur mu më quen burgun e madh. Kur mbretën burgun e madh, him 6 në klerikët aty. Por Oda kishte pas mrenda edhe 23 persona tjerë, gjithë priftin katolik, e vetëm një hoxh. Hafiz Dërgutin. Ata i kishin vunë këtu jetë vendit, si vetë një hoxh, përveç se ishe edhe një ndër matë më shumët. Kur i sistemuan teshat, u matë vendi, nga raset cilit përhisen ka 29 cm, përveç hoxhës, si vetë një hoxh pra, përveç se ishte edhe njëre të matë më shumit aty, ati i kishin dhonë 40 metra, 40 cm gjënësi. Atë natë na kemi që tëftuën prej e tyne që kishin ushqime dhe shka ma shumë se tjertë. Kohën tjetër e kaleshëm të e folë me shoqishojnë. Qëtëve na kish pas ra hise, për me kaluën birë gjylponsë, ose si që të në tost, ka i guri me vërë. Nuk shkuen shumë ditë. Pa prite pa kujtue, u hap dera Birutës sonë. Hini mra një oficer madhor, nuk kemi sigur se si e ka pas emni, po më duket se i thëshin Adem Haxhia, po Shaban Haxhia. Po i një burë me ftyrë të vrame lije. Në pyti për emën se cilit. Gjithë prifta, po gjithë. A i shikni se qka dhe me thonë revolucion? Deri tash ligjë të bërgjezis priftin e konsidereshin të paprekshëm, ndërsa na tashti edhe zotin e bijim këtu të qështu me 2 policë. Kjo është forca partisë. Po ti hoxhe feni, çka bën ti këtu? Edhe unë klerik, si klerik tjerë. Jo, hoxhe feni, ti deri tash na ke mësue, tu e thonë se është se vap me byt kaurin. E tash, si po kalem me priften, ha? Unë e kaloj shumë mirë me këta. Ju po gjëq hoxha. Na jem rob të Zotit. Sa për ato mësime që po thue ti, ato janë një dëshmi në rënë. Unë kur nuk o mësuen me tepë si thue ti. Në mos pa që kënë ti, vetë, personalisht, i tha oficiri, ka ke një hoxh tjetër, krejtë si ti me këtë mjekër të bardit bukur. Këto në rënë loja, për që Hafizi. Unë jam unë, ja i tjetëri është një tjetër. Në pas të këndo një hoxh që të kam mësue ty me vra kaurrat, po ta thëmë trëq, a i pas ka ke një hoxh gjahil, e jo hoxh halje.